Të dashur miq, ja kemi sërish së bashku dhe jam këtu në studio së bashku me drejtoreshën e shkollës Nace Buxhoni, drejtoresha Adelina Beluli dhe po ashtu dhe profesori dhe njëherë dhe inxhinieri i makinerisë, profesor Halim Misini. Do flasim për drejtimet të cilat i ofron dhe shkolla e mesme Nace Buxhoni dhe pse duhet që pikërisht nxënësit të zgjedhin drejtimet profesionale përpara gjimnazit të përgjithshëm. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot, është kënaqësi. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje deri tek ju dhe tek të gjithë shikuesit e TV Alsat. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Do doja që ta filloj bisedën me pyetjen e cila besoj se është shumë e pranishme tashmë tek të gjithë ata të cilët duhet që të vendosin nëse do shkojnë në gjimnaz të përgjithshëm ose profesional. Pse duhet të zgjedhin njërin dhe pse duhet të zgjedhin tjetrën sipas jush? Ne jemi domethënë nga shkolla e mesme teknike komunale Nace Buxhoni, që ofrojmë profile mjaft interesante që janë tërheqëse edhe për tregun bashkëkohor të punës. Meqense se kemi të bëjmë me makinerinë edhe elektroteknikën, por njëherë tek edhe drejtimin që është shumë dominant tek nxënësi që është drejtimi i shëndetësisë. Këto janë drejtime që nxënësit i përgatisin për tregun e punës, atë që kërkon vetë tregu. Po ku flasim për gjimnazin, çfarë mendoni se janë ato avantazhet e shkollës së mesme të përgjithshme kundrejt shkollës së mesme profesionale sipas jush? Domethënë shkolla profesionale nxënësve u ofron një përgatitje profesionale rreth një profesioni të caktuar, gjë që e pamundson gjimnazi i përgjithshëm, i cili jep vetëm njohuri të përgjithshme të nxënësve, që dhe i përgatit si kuadro për të ndjekur studimet në fakultete të ndryshme, por jo edhe atë profesionale, meqense mungojnë njohuri të bazë, për shembull në lëndet e makinerisë, shëndetësisë apo edhe të elektroteknikës. Por njëherë përparësia e shkollës profesionale është ajo që nxënësit me shkollë të mesme i përgatit për treg, ndërsa me gjimnazë pa fakultet nuk mund të bësh asgjë. A bashkangjiteni këtij mendimi dhe ju? Sigurisht se po. Realisht shumicën e rasteve edhe fëmijët edhe prindërit kur i çojnë fëmijët në shkollë të mesme, pothuajse kanë vendosur edhe për profesionin. Në qoftë se çojnë shkollat mesme profesionale, në mënyrë automatike veç ka marrë drejtimin ai fëmijë për çka do të studiojë, me çka do të merret, me çka do të punojë, edhe si do të paraqitet në jetën e reale. Kurse në gjimnaze mungon ajo. Realisht edhe mas ta kryej gjimnazin, ai detyrimisht duhet edhe një lloj profesionalizmi ose vazhdimi i studimeve për të bërë një profesion caktuar. Te ne është e kundërta, te ne me shkollë mesme mund të vazhdojnë punën, mund të vazhdojnë jetën me profesion caktuar, njëkohësisht mund edhe të vazhdojnë nëse do në studimet. Po, a ka një dilemë tjetër është edhe një pasiguri ndoshta kur vjen puna tek maturantët, kur kanë studiuar për 4 vite në një drejtim të caktuar ose 3 varësisht drejtimit, dhe pastaj nuk e gjejnë veten, vendosin që të shkojnë një drejtim tjetër. A mendoni se është gjithsesi edhe kjo është një gjë që mund të ndodhë dhe që nuk është as pak e gabuar nëse ata vendosin që të ndrojnë drejtim dhe të mos e vazhdojnë atë drejtim që e kanë mësuar përgjatë kohës së shkollës së mesme? Nuk është gabim, nuk mund të them gabim, por realisht nëse vendos me studiu atë çka e ka kryer edhe shkollën e mesme, automatikisht do të jetë shumë më i përgatitur, shumë më i perfeksionuar në drejtim, shumë të jetë më do të ketë një uri më tepër, kurse në qoftë se vendos ta ndrojnë drejtimin, atëherë realisht do t'i mungojë ajo pjesë për arsye se çdo ndrym normal lyp edhe natyra e punës ndron, kështu që realisht ne preferojmë ose ju zgjojmë edhe prind edhe fëmijë që me të vërtetë të kenë kujdes edhe të mirë të mendojnë se çfarë po zgjedhin për arsye se realisht atyve fëmia merr drejtimin e profesionit vet. Meqense jemi tek prindërit, do doja një kundërshtrim nga të dy. Sa duhet që të kenë ndikim prindërit në ato se çfarë zgjedhin fëmijët pikërisht për të vazhduar fillimisht në shkollën e mesme, pastaj edhe në universitet? Po prindëri duhet ta ketë fëmijën në mbikëqyrje gjatë shkollimit 8 vjeçar për të parë se ku fëmia ka më tepër prirje, në cilët lëndë dhe ku jo. Pastaj në bashkëpunim apo në bashkëbisedim me vetë fëmijën të vendosin, por jo dhe të jetë imponim. Se të jetë imponim nxënësi mund të regjistrohet, mund ta kryejë shkollimin, por jo edhe ta marrë atë çfarë duhet ta marrë kur ndiqet shkolla me atë që dëshiron ti dhe ajo që është e imponuar. Nuk duhet të jetë
jetë e imponuar, duhet të jetë vetëm zgjedhje e nxënësit, por i udhëzuar nga vetë prindi. Çfarë mendoni ju, profesor? Mendoj se prindi duhet të luajnë rolin e këshillëdhënësit në këtë rast, për arsye se realisht absolutisht është e pa tolerueshme që ta orientojë në mënyrë statike, po them ashtu. Realisht prindi duhet t'ja shpjegoj gjitha drejtimet e mundshme që janë të ofruara në shkollat tona, edhe së bashku me fëmijën edhe me bagazhin që e ka marrë fëmija në shkollë fillore, atëherë duhet të orientohet në shkollë të mesme, me cilën suksesi do të jetë më i madh, rezultati do të jetë më i mirë, gjithë atyra do të rridhin më mirë nëse kështu kish pasur me mos zgjedh shkolla e mesme ose drejtimin në shkollë të mesme. Përmendet dhe se prindi e sheh se ku janë të fokusuara më shumë kapacitetet e fëmijës së vet. Por çfarë në qoftë se ai nuk e ka vërritur në atë shkollën fillore dhe nuk është i sigurt se çfarë mendon se është më e mira për fëmijën as për ta këshilluar në këtë rast. A mendoni se ndoshta është në një farë mënyrë gabim në thojza kushtimisht që të shkohet në shkollë profesionale, do të ishte më mirë që të përzgjidhesh në një gjimnaz i përgjithshëm derisa të mund të orientohet, ose është më mirë që këtu të kontribuojnë ndoshta të këshillohen dhe nga ana juaj të marrin mendime dhe të gjejnë veten më mirë direkte në shkollë të mesme profesionale? Në të shumtën e rasteve është më mirë që fëmija që është ende pa orientuar nëse në çfarë drejtimi do ta ndjek shkollimin të shkojë në gjimnaz. Mirë po, edhe nëse regjistrohet në shkollë teknik, shkolla profesionale nuk është problem. Neve këtu jemi përfaqësues të shkollës teknike, po përflasim për të gjitha shkollat profesionale që mund të ekzistojnë. Nuk do të jetë ndonjë gabim i madh fatal që nesër nxënësve t'u bëj pengesë për shkollimin e tyre të mbututjeshëm. Ju jeni drejtorisë e kësaj shkolle dhe kjo shkollë ka rreth 72 paralele me rreth 2000 nxënës. Sa e vështirë është të menaxhohen dhe të plotësohen kërkesat dhe kushtet e secilit? Duhet të japim këtu një sqarim. Neve jemi një shkollë shumë e madhe, 72 paralele dhe afër 2000 nxënësve, mirë po jemi të ndarë me objekte. 34 paralele me them në gjuhën maqedonase janë objekte shkollës SAM, neve jemi në objekt tjetër të fabrikës Zikut të dikurshëm, që jemi 38 paralele. Do të thonë me paralele jemi më tepër dhe në këtë rast drejtoria është në shkolla maqedone dhe ne jemi zëvendës drejtor i shkollës që në palën shqiptare e kryen funksionin dhe rolin e drejtorit. Në të gjitha këto paralele ka drejtime të shumta. Më tregoni pak cilat janë ato drejtime teknike që të jenë të qarta dhe për shikuesin, ndoshta edhe për të pasur dhe një ide në qoftë se dikush dëshiron që të vazhdoj. Po, neve kemi drejtimin e elektroteknikës, që përfaqësohet me 3 profile arsimore. Ato janë elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatike, është profili elektroteknik energjetik dhe profili i shkollimit 3 vjeçar që është elektromekanikë. Ndërsa në drejtimin e mekanerisë po ashtu i kemi 3 drejtime dhe ato janë teknik për udhëheqje kompjuterike, teknik për makinerinë energjetike, si dhe drejtimi 3 vjeçar që është teknik për konstruksione mekanike. Po ashtu neve në shkollën tonë kemi edhe drejtimi që është mjaft i njohur tek nxënësit, i cili edhe vazhdimisht i tërheq nxënësit më të mirë që dalin me sukses nga shkolla fillore, që është drejtimi i shëndetësisë me profilin arsimor motër medicinale. Na sqaroni pak 3 drejtimet e para dhe 3 drejtimet e dyta, 3 profilet më saktë, nëse mundet ju lutem dhe profesorit na ndihmoj këtu, duke qenë se janë drejtime të cilat nuk janë të zakonshme. Për shembull, për motër medicinale e kemi të njohur sepse ka në më shumë shkolla. Por nëse flasim për elektroteknik, për teknik kompjuterike dhe automatik, çfarë nënkupton kjo? Çfarë mësohet në këto drejtime? Në këto drejtime realisht mësohet tensioni i ulët i rrymës, njëkohësisht elektroteknika dhe pjesa informatikës. Do thotë fëmijët kanë njohuri, do të mbushen me njohuri në lidhje me pajisjet elektronike. Kurse drejtimi energjetik, që është në elektro, do të përgatiten nxënësit për ballafaqimimin me problemet e tensionit lartë. Rryma e cila bartet në për shtëpia që vendoset ose në për ambisri, kurse drejtimi do thotë i tjetër 3 vjeçar është i takon drejtimit zeje.
Këto janë të elektroteknika. Të makineria kemi drejtim teknik për udhëheqje kompjuterike. Të thotë tash në kohën bashkohore çdo makinë vjen me një lloj kompjuteri, me një lloj taçi. Tash do thotë nxënësit të cilët shkojnë këtë drejtim do të përgatiten për ta udhëhequr makinën përmes kompjuterit. Do thotë ky është drejtim mjaft atraktiv, sot ka aplikim të madh edhe këtu edhe jashtë vendit. Realisht nuk ka limit të industrisë e cila tashmë nuk udhëhiqet me kompjuter. Kjo ndihmon shumë edhe sa i përket gjinive. Për arsye se tashmë është shmanga e mundësia të përdoret forca, të përdoret energjia dhe është veç profesion mashkullor. Realisht tash edhe një vajzë me një përgatitje shumë të thjeshtë mund ta bëjë një program i cili realizohet makinë në mënyrë automatike. Ne bëjmë veç në mënyrë softverike bëjmë programin, kurse makina pastaj realizon me mekanizmat e vetë pa në ndërhyrje nga njeriu. Kemi edhe drejtimin energjetik, njëjtë makineri, ku nxënësit përgatiten të bëjnë llogaritje, kalkulime, vendosje të nxemjes qendrore, ventilimit, ajrosjes, gazit që është tash aktual nëpër Maqedoni. Këtë pjesë kanë drejtimi makinerisë energjetik. Edhe kemi treveçaren e cila përgatitet për të bërë konstruksione të ndryshme, caktuara, nga metale dhe normal me saldim me punë tjera të cilët i takojnë. Edhe ajo i takon zejes në treveçarja. Këto janë të drejtimet e elektros dhe makinerisë. Kur flisni për zejet, çfarë pune mund të bëjnë nxënësit pasi të përfundojnë këtë shkollim? Të drejtimi makinerisë, për shembull, edhe ajo treveçare mund të punojnë si saldues, mund të punojnë si ndërtues si çfarëdo konstruksioni, mbulojave të ndryshme, rrethojave të ndryshme, dyrëve të ndryshme, thjesht gjithçka që kapet me metalurgjinë e zejes. Absolutisht do të jetë i gatshëm, për arsye se ato veç i takon në shkollën, se këto treveçare kanë edhe më shumë pjesë praktike. Do të ata shkojnë më shumë në praktik, edhe faktikisht furnizohen me pjesën e cilat do t'ju shërbejnë në jetën e përditshme. A mendoni se këto drejtime na duhen në vendin tonë dhe duhen në përgjithësi gjithkund, duke qenë se sot teknologjia na ka kapluar në çdo aspekt dhe pjesa e punës së dorës, pra zeje, këto punët zanate që i kemi janë gjithmonë më në zhdukje. Si mendoni ju? Është vërtet se ka probleme të caktuara në këtë drejtim. Por realisht edhe një kohë detyrimisht do të ketë nevojë për zeje. Edhe një kohë, nuk di sa do të jetë ajo, por realisht është vërtet se teknologjia na merr, na absorbon, po realisht drejtimet tona akoma janë qëndrueshme, akoma kemi nxënës të interesuar, akoma kemi numër të mjaftueshëm, akoma janë atraktiv realisht edhe çka është e këndshme se me këto drejtime edhe po të japë zotë njerëzit me jetu në perëndim, nuk e ka problem për mbijetu, për arsye se realisht paguhet mirë, është elegancë, punon punën e vet, punon ndershëm, punon pa ndonjë nevojë shumë për fuqi fizike kështu me radhë. Ka drejtime të shumta dhe besoj se edhe interesi është i lartë. Cilat drejtime janë më të favorizuara? Drejtimi më i favorizuar është shëndetësia. Pse kështu? E themi kështu se... Do të shpesh kjo, do shpesh e marrë këtë përgjigje. Po, të gjitha qytetet, me qenë se një familj cili kalon me edhe ka gjithë suksesin me 5-0, është kriju si një kusht i pashkruar që pa tjetër të orientohet në drejtimet shëndetësore. Mirë po nuk është mëkat, në qoftë se edhe një nxënës i tillë regjistrohet në drejtimin e makinerisë dhe të elektroteknikës, me qenë se tani jetojmë në epokën e teknologjisë dhe gjithçka domosdoshmë na ndërlidhe me të gjitha drejtimet që i kemi në kuadër të shkollës sonë. Po ka ndonjë drejtim që është lënë në hije që ndoshta nuk preferohet shumë? Drejtimet që nuk preferohen apo më pak të preferuara të themi janë këto të drejtimit 3 vjeçar. Por jo që na mungojnë klasë të tëra, por nxënësit gurrojnë të regjistrohen në këto drejtime. Pse? Po, pse këto drejtime nuk kanë të drejtë të shkollimit të më të tjeshëm, domethënë ngeli me një shkollim të mesëm. Dhe për të regjistruar një shkollim të mesëm, ai patjetër duhet ta kryejë pastaj edhe nivelin e 4, domethënë dhe vitin e 4 për të krijuar mundësinë për të vazhduar më tutje. Mirë po, këto drejtime janë të mira nëse ndiqen në bazë të udhëzimeve që na jep Ministria e Arsimit, teoria dhe praktika, domethënë ndiqen vazhdimisht, atëherë nxënësi del i përkryer në aspektin profesional. Përparësi e shkollave profesionale, domethënë është edhe përsosja e tyre profesionale, meqenëse nxënësi
nuk ngele vetëm në aspektin teorik që kryet në shkollë, por ai ndjek edhe mësimin praktik tek punëdhënësi. Domethënë, viti i 3 dhe viti i 4 e ka me plan programe që domosdo 2 herë në javë të jetë tek punëdhënësi, në varësi të drejtimit apo profilit arsimor që e ka, e zgjedh edhe punëdhënësin se ku duhet ta bëj praktikën. Por gjithsesi praktika nuk mungon asnjë drejtim apo jo? Jo, drejtimet profesionale 3 vjeçare, praktikën e mbajnë në kuadër të shkollës, aty vetë në shkollën e kabinetit që i kemi, për drejtimet përkatëse, ndërsa këto 4 vjeçare vetëm ushtrimet dhe teorinë e mbajnë në shkollë, por ndryshe 2 herë në javë të praktikën e zhvillojnë tek punëdhënësi në fabrika të ndryshme. Sa herë përmendet Zeja dhe përmendit e profesori tha se tani janë këto drejtime që mund të bëhen edhe nga vajzat, nga se nuk duhet një forcë e madhe fizike. Si është dallimi gjinor mes drejtimeve, mes interesimit për këto drejtime? A ka dallime, a preferojnë më shumë çunat që të shkojnë të këto drejtime teknike, ndërkohë që vajzave u kanë lënë drejtimin e motor medicinale, ose tashmë është thyer ky rregull i pashkruar në këtë rast, dhe të gjithë shkojnë ato që kanë qejf të shkojnë, pavarësisht të gjinisë? Realisht nuk kemi tabu në kuptimin e drejtimeve. Tash kemi vajza në çdo drejtim, pothuajse eventualisht pak mund të themi në ato 3 vjeçare të mungojnë aty. Sa i përket ku ka më tepër vajza, të drejtimi medicinal ka sigurisht shëndetësor. Aty kemi më tepër për vajza. Mirë, po realisht tjera të drejtimi nuk kemi më probleme. Te drejtimi elektroteknik kemi vajza me numër të këndshëm, me numër të mirë, edhe te makineria gjithashtu. Shemo klasa ime, cila është e 2-1, për 19 nxënësve ka 8 vajza, që është numër relativisht i mirë, i këndshëm edhe është solid. Kështu që nuk kjo veç është kalu si temë. Realisht të dashta pak qëtoj edhe për shkak të asaj që bisedut me drejtoreshën paraprakisht. Dëshira jonë është që në drejtimet vinë me sukses të cilin jo vetëm ti plotësojnë kushtet minimale, po mirësh vinë ata nxënës të cilët edhe me sukses e kalojnë atë minimum. Për shembull nëse do të 45 pikë ose 50 pikë, mirë të ketë 60, 70, pse jo si mjekësia. Për arsye se ashtu do të ngritet edhe vlera e drejtimeve. Nëse vjen nxënës më i mirë, logjikisht edhe vetë zhvillimi do të jetë më i mirë. Kështu që këtu unë kisha bë apel te prindërit që thjesht realisht t'jenë në bashkëbisedim me fëmijët, duke i këshilluar, duke i dhënë informacionet mjaftueshme për drejtimet që janë, se normal ata e kanë përvojën, e kanë jetën që kanë jetuar dhe dinë çka mund të jetë më e vlefshme për ta, edhe kështu të zgjedhin me vetdije drejtimin. Jo domosdoshëm me zgjedh drejtimin. Për arsye se domosdoshme nuk është me kënaqësia i fëmijë. Thjesht duhet zgjedhet për arsye se ai duhet merret me atë punë. Do të jetë i bindur se në jetën e ardhshme do të merret me makineri apo me elektro kështu me radhë. Gjithsesi besoj se për çdo këshill dhe për çdo dyshim që mund ta keni, qoftë prindërit, qoftë nxënësit, jeni në dispozicion dhe për të përgjigjur të gjitha pyetjeve. Po, bile për të ndihmuar në këtë aspekt, për të thjeshtësuar qoftë për prindin edhe po për fëmijën, neve kemi vizituar çdo shkollë të fillore të komunës së Kumanovës dhe asaj të Likovës. Më pas kemi realizuar edhe ditën e hapur, ku i kemi ftuar të gjithë nxënësit dhe ishim prezent, kemi përgatitur flyerët e mundshëm për ta dhënë një informacion sa më të kapshme për fëmijën se çfarë ofron shkolla jonë. Dhe shpresoj që të keni rezultat të gjitha këto, të keni tërhequr vëmendje dhe të gjitha ata të cilët janë të interesuar për kështu drejtime, të vinë dhe të profesionalizohen dhe më tepër, pastaj të jetë si hapi parë shkolla juaj, pastaj dhe shkollimi i lartë dhe kështu me radhë të bëhen profesionistë të suksesshëm në të ardhmen. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot dhe ju përgëzojmë për të gjithë suksesin, të gjithë mundin që i jepni për këtë shkollë që të nxjerrni sa më shumë kvalitet në fund të çdo viti. Faleminderit edhe nga ju, vetëm një informacion drejt tek të gjithë prindërit dhe fëmijët. Shkolla jonë është mjaft e përgatitur, më tepër është e përgatitur në aspektin profesional të arsimtarëve, megjithëse në mesin tonë kemi edhe profesorë që kanë patent për shpikje. Dhe të gjitha drejtimet profesionale mbulohen nga mësimdhënës që janë inxhinier të lëmisë përkatëse. Kjo e rritë më tepër atë nivelin dhe kualitetin e kësaj shkolle. Ju falenderojmë për ftesën, mendojmë se kemi arritë ta bartë me mesazhin e ditës sotme, edhe të shtojmë një energji të fëmijët edhe të prindërit që të zgjedhin shkolla profesionale për arsye se absolutisht nuk do të gabojnë. Shpresojmë që të kemi arritur qëllimin. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe nga ju.